Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jemi duke folur për dhënien mes mesteve, me që është për qëllim mëslarja e kamëve, kur të marrëm abdes, por mi dhanë mes mesteve. Pasi që autori, Kudirinja Allah pas më shëruar, foli për ligjshmërin dhënies mes mesteve, dhe se kjo është e lejuar çdo herë kur ka njeriu nevojë për abdest, e jo për gusl, dhe se dohet me vesh ato mase të marrësh abdest apo me madh, e pastaj të ceki kohën për vendasin 1 ditë e 1 natë, ndërsa për udhëtarin 3 ditë e 3 natë. E pastaj tregoj se dohet me dhanë mesteve nga ana e sipër me lart e jo nga ana e poshtë. Në vazhdim, thot, wa yanqudu al-masah ma yanqudu al-wudu, wa yanquduhu aydan naz'u al-khuff. Çka e prish mesti? Pra pasi jemi në rregull me meste, e kuptuam se çka është, po mirë, çka e prish ato? Sikur sa abdestin, pas e kuptuam që shmirët abdesti, e qka prish abdesti? Edhe themi, prish kjo dhe kjo dhe kjo dhe kjo. Meste qka i prish? Thot, o yanqudu al-masha, ma yanqudu al-wudu, o yanquduhu aydan naz'u al-khuff. Mestet i prishe çdo gjë, qka e prish abdestin. Mestet i prish çdo gjë, çfarë e prish abdestin, po ashtu i prish edhe kalimi i kohës. Po ashtu i prish edhe zbathja e mestit. I prish çdo gjë që prish abdestin, po ashtu i prish edhe zbathja e mestes. Me hiq kamën prej mestes, apo me hiq mestin prej kamës. Njërën apo dyjat. Po ashtu o mudhi il-mudda edhe kalimi i kohës. Çdo gjë që prish abdestin, zbathja e mestes dhe kalimi i kohës. Që cek më herët atje kalimi i kohës, 1 ditë e 1 natë për vendasin, 3 ditë 3 natë për udhëtarin. Dhe pastaj thot: fa idha madat al-muddatu naza'a khufayhi wa ghasala rijlayhi wa salla wa laysa alayhi i'adatu baqiyat al-wudu. Nëse ndodh që i kalon koha e mesteve. Për shembull, kemi fillu në mes në drejk. Ne kena marrë tani në sabah, mestet. Por abdesën kena prish, më vonë, edhe abdesën e parë që kena marrë, pas e kena marrë mestet, është në drejk. Tani, 1 ditë e 1 natë plot, deri të nesërmen në drejk, ne i japëm mes mesteve. Mund të ndodhë që në kohë të drejkës nesër ne kena abdest, po koha mesteve kaloj. Andaj thot në këtë rast, e zbath mestet, i lanë kamët, i math mestet edhe falesh. Dhe nuk ke nevoj me i latë gjymtyrët e tjera të trupit, sepse veç ke abdest në to. Pastaj thot, ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح 3 أيام ولياليها. Nëse është vendas, do të thonë nuk është udhëtar, dhe i ka dhanë mes mesteve, por ka udhëtu, pastaj ka udhëtu. Pa i plotësua 1 ditë e 1 natë.
Nis për rrugë. I del njerit rruga dhe niset. E vazhdon. Nuk e ndërprin një ditë një natë, por e vazhdon 3 ditë e 3 natë. Sepse e morë dispozitën e udhëtarit. Në të kundërtën, ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم قام. Nëse është udhëtar, e ka filluar me dhanë mes atje në rrugë, kur është udhëtar, e që ka të drejtë 3 ditë e 3 natë. Thumë qam, por vjen në shtëpi, apo vendos me nejt gjatë, e që bie automatikisht të ndroj dispozitën, nuk është me udhëtar, por është vendasi. Ta çka bujnë përmes të thotë, فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه غسل رجليه. Nëse veç i ka dhanë me sa një ditë e një natë, ose më shumë, automatikisht detyrohet me hjek mestet dhe me la kamt. Nëse është udhëtar, e që ka të drejt 3 natë. Por i ndru mendja dhe vendos me nejt gjatë, apo arritit të shtëpia. Në momentin që arrit të shtëpia ima nuk është mesafir, o është vendas. Tani, nëse ka plotësuar 1 ditë e 1 natë, apo më shumë, automatikisht duhet me hjek mestet dhe me la kamt. وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة. Por nëse ka dhanë mes më pak se 1 ditë e 1 natë, atëherë e vazhdon në shtan deri të bën 1 ditë e 1 natë, sepse është udhëtar, sepse është vendas, ani pse ka filluar atje se udhëtar. Tani kalën një temë paksa më ndryshe tjetër që ka të bëjë me mes, por dhe thotë ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه. Ai cili mbath meste mbi meste, me një par meste o kry, kur fillon, kur mbaron, çfarë kushtet me pas, me mbulu kamën, me fillu me abdes, nëse i udhëtar, nëse i vendas, qysh me dhanë mes, mirë. Njerëzit gjithmonë, edhe së të kësaj dite, i mathin mestet, për para zakonisht në kohë të sahabëve, kanë pas një par meste me të kanë nesër, kanë apruar, kanë luftuar, kanë punuar, kanë bërë tregti të tjerë. Por, kanë ndodhë në atë zaman, e jo shpesh, ndërsa më vonë ndodhë, dhe të ndodhë deri në kiamet, që njerëzit mbi meste me i math edhe një par meste. Thuj ndryshe. Për shembull, në granimit e këni ma shumë se sa burrat, mathin qërapa, leshta, dimnit ose të vënicës, ose sa është më rëndësi qka, dhe mbi tu i mathin të farpapuqe tjera. Mi arrujt atu, brendshme. Po edhe mi amojt kamën halema në zendë. Tani, a ka të drejtë këmë me dhanë mes këtyne mesteve të dyta, që jënë si për mesteve të para. Sepse bjeni pas 2 par meste. E këtë thëtë, këto është fjalla. وَمَنْ لَبِسَ الْجَرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ. Ai cili math gjërmuka që të mestet, që të farë papuqë, që të farë që mathën bi meste, lejohet me dhanë mesteve të dyta që jenë sipër. Por, me kusht që edhe ato të vesh, të apo të math, kur të ketë abdes, sikur se mestet të para, të njëjtat kushte. Po ashtu,
që mestet e dyta, që janë këtu që ka përmi, të plotësojnë kushtet e mesteve, po të ishin vetëm. Pra, mund të ketë robi 2 parë meste, ama të dyja të dohet me plotësu kushtet veç e veç. Dhe kjo është shumë e rëndësi. Të dyja dohet me plotësu kushtet veç e veç. I madh 2 parë, i madh. I jep mesteve të dyta. Tash kur të kalon koha, i dath mestet me rabdest, nëse ki abdest dhe që lanë kamt, apo me rabdest kret nëse ki me rabdest, dhe i math të parat, i math edhe dytat. Dhe tash kur t'jepsh mest, i jep të dytave, të para s'jep. Nga kjo, edhe një mesele tjetër njëve këtu, e që është, a bën mi dhanë mes qizmeve? Sepse me këtë logjik, nëse po themi një mestet mbi meste, edhe këtu mestet e dyta që mathen, apo që veshen, mathen për me ujtë mestet e para, po që të rallelun qizmet. Që të rallelun qizmet, veçanti qizmet e policisë, të ushtërisë, ato janë të lkurës, e mbulojnë kamën për mizot kamës, nuk depërtonujnë të, plotësojnë kushtet, atëherë bën me dhanë mes atyne. Përgjigja është po. Bën me dhanë mes qizmeve, nëse i math me abdest, e plotësojnë kushtet se ose meset e para njëjtë. E pastaj nuk i zbath. Kjo veçanti është e nevojshme, apo e nevojshme për ata të cilët janë tanë ditën teren, kohë shtira, ftoft, shi, apo në përmal, 3 ditë, me javë nuk i zbathin, detyrohen me flajt mathën, edhe kjo mesele u lehtëson aty në shumë, ushtarëve, policëve. Kështu që për 24 orë, apo një ditë e një natë, nuk e zbathin heq. Në momentin që e zbathin, pastaj del një mesele tjetër. A dohet me zbath edhe tjetrën, e me dhanë mes aty në mbrana. Apo do të më hjek edhe ato krejt e me i la kamt. Apo do të me dhanë mes dhe kësaj që e ka hjek. Për të gjitha këtu tani kemi mendime të ulemave, ja ashtu, ja kështu, ja kështu. Por, nëse i mban, përsa të mban qizmet që ka mbi meste, pa i zbathur, ka abdest, me rabdest, i math meste, del në barë, pejdere, i math qizmet, edhe hetë shkon. A shkon malla, a shkon fusha, në ushtëria, në policia, që ata ma shumë mathin këtu, e konsideron me të vetën se ka mestaj. Vjen koha namazit, se ka dath mestet. Zbathën mestet e cek ma heret, do të me i la kamt. E tash këtu kur të zbathu dytat, thash, ka jenë përmi 4-5 mendime të ulemave. Se çfarë dohet me vepruar. Thot autori, në vazhdim, Allah ka pas më shruar, një mesele që është mjaft diskutabile, ولا يجوز المسح على الجوربين. E që flet për meselen, dhënja mesteve nga çarapat. Dhënja mesteve, mes çarapave. Dhe thot, dhe nuk lejohet dhënja mes çarapave, inde Abi Hanifete, tek Ebu Hanifja, apo sipas Ebu Hanifes, illa an yakuna mujalladejni au muna'alejni, përpas nëse janë të lëkurës krejt, edhe sipër, edhe shputa, au muna'alejni, apo janë të lëkurës së paku poshtë, e jo lartë.
Pra Abu Hanife, Allah I pas mëshiruar, e bashkë me të Maliku, e bashkë me të Shafiu, e bashkë me të Evzaiu, e Mujahidi, e Amr ibn Dinar, dhe shumë ulema të tjerë të selefëve, kanë thanë se nuk lejohet dhënia mes çorapave, çfarë do qofshin ato, pa I plotësue dy kushte. Kushti I parë, me qenë nga lëkura, shqetësek pak më lartë, pra lëkurë lartë, lëkurë poshtë, e që janë mestet e njohura këtë botën. E dyta, ose me qenë më në aleni, s'paku poshtë me pas nga lëkura e jo lartë. Dhe në të dy rastet, uji nuk dhe për të në shputë, sepse lëkura nuk e len ujtë më ngjit lartë edhe nëse ka vetëm poshtë. Por, nëse çorapat janë të holla, e thithen e pinë ujë dhe nuk ka mundësi me hec me to, veç me to, as se nuk lejohet dhënia mes atyre. Kështu thonë pra, kështu thotë Abu Hanife, kështu thonë Malikit, Shafit dhe shumë ulema të tjerë. Në anën tjetër, e gjemi Abu Jusufin dhe Muhammedin, e këtë thotë këtu pastaj e vazhdan, e thotë, wa qala Abu Jusuf wa Muhammed. Abu Jusuf dhe Muhammedi, ndërsa Abu Jusuf dhe Muhammedi kanë thanë, يجوز المسح على الجوربين lejohet dhe një mes çorapave, por me kushte. Idha kana thakhinini la yashfan al-ma, nëse janë të trasha, të cilat rrin kam vet pa I lidh, la yashfan al-ma, dhe nuk e pin ujt kur I lag me dorë, nuk depërton ujin kam. Me këtë mendim, është edhe Imam Ahmedi, Allah pas mëshiruar. Pra, si bas Ahmedit, Abu Jusufit, e Muhammedit, lejohet në dhënia mes mesteve çorapa por me kushte. Me qenë çorapa të trasha, të shpesha, që nuk vrehet kama as pak, dhe nuk e pinë ujt, nuk lagët kama, kur e nëse lag, ku t'jep mes mesteve, po ashtu që të ketë mundësi me hec me ato çorapa, po ashtu që të qëndroj vetë në kam pa pas nevojë me lidh me toj. Ibn Kudame, Allah pas mëshiruar, në El Mughni, kur flet për këtë meselë dhe këto mendime, mes tjerash, thot Ibnul Mundhiri ka thonë se lejimi e dhënies mes çorapave është transmetuar nga 9 sahab të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe I cek Aliun, Amarin, Ibn Mesudin, Enesin, Ibn Umerin, Al-Barra, Bilalin, Ibn Abi Aufa, o Sahl ibn Sa'd. Me këtë mendim, është edhe Atau, El-Hasan Basri, Nakhaiu dhe të tjerë. Ibn Taymija, librin e tij në El-Majmu, apo Majmu al-Fatawa, thot, dhe lejohet dhënia mes çorapave nëse ka mundësi me hec me to. Pavarësisht, a janë të lëkurës, nga lëkura, apo nuk janë nga lëkura. Në mendimin më të saktë, në njërën për dy mendime më të saktë të ulemave, në dy mendime që të sekum, dhe në Sunan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam masaha ala jawrabihi wa alayhi, pejgamberi ka dhënë mes çorapave të tij alayhi salatu wassalam. Pra, me dhënia mes mesteve sillet mes dy mendimeve. Ose dohet me qenë këtë lëkur, ose së pak poshtë lëkur, e që kjo është mendimi
i 3 mëdhëbeve, Hanefive, Malikive dhe Shafive, ose mendimi më i butë pak, më i butë, më i gjerë, është që bën mi dhanë mes qërapave, e që është mendimi Abu Jusufit dhe Muhamedit, e thuhet se Hanifja është kthye nga mendimi i parë në këtë mendim, dhe me këtë mendim jam edhe shumë ulema të tjerë të ceka, por edhe këto me kushte që qërapa jo me qenë hollë, por me qenë trash, që kur të laksh, nuk shkon ujë mrena, dhe që qërapa, dhe që nuk lagët kama, dhe që qërapa të rrivet vetiju, pas nevojë me lidh, dhe që me mund me hecë. Këtë sa në mbani mend. Kjo din. Është e vërtet se është një mendim i cili endet se në për fetva, apo një fetva cila qarkullan, linjë dhe perëndim, ku e kanë zhënuar së tepërmi, edhe njërë mes qërapave, qërë dhe qërapa qoftë, madje nëse duket kama krejt. E që ata kanë dhënë atë mendim, respektohet mendimi i çdo hoxhe, çdo alimi, gjithsesi, sepse është kultura, edukat, është etik, me respektu mendimin e njerëzve, por me plot respekt në zemër nuk të pëshanën te. Sepse krejt të qatë seken, jam mundu me përmledh i ndyren e asajna, që ka thot për këtë mesela, nëpse për të ka libra plot, veç për këtë mesele. Është këtë që cek me lartë, din, dëhet njeriu me qeni sigur të qetë. Veçanti në adhurime, në ibadet. Pak më bot mund të jetë në transaksione, në gjërat e tjera, të jetës përditshme. Ndërsa në adhurimin e ibadete, do të me qenë njeriu shumë i sigurt. Shumë i sigurt. Me qenë i qetë. Me adhuru Zotin i qetë. Eja se di, nuk e di, dhe andej jenë në shkan e po. Të zët një dënë me dhanë mes mesteve, ta ka liju i madhe i Allah. Tha më në fillim dje, është meselja, cëlla është me lavdushme, po punë e vogël është ajo. A është me lavdushme dhanë mes mesteve, a me lakamët, a e punë e vogël, cëlla me lavdushme. Me rësia me qenë tamam namazin, këtë drejt me marë, atër madhe që rafët rashë Allah. Edhe je i qetë në din, në ibadet, kaq. S'kush s'po të obligon ty, s'kush me të obligu s'kush për me la kam kër je vendas. Me la kam, nëse ka terror dhe haj. Je demela, je zana, je përgota, je paqefa, je punëtora, je angazhuara, je është dim në nërtha, vera, zhega, punë për ty është aja. Ama bën i qetë, në din. E pas qarap të holla, si të grave, se sa qarapat nuk tonë të verës, ne nuk i mathëm me namajt në zetë, as me jetës me to. Këthi është i mathëm, është për estetik. A është për estetik. Qarapat të cilat i kanë, mestit të cilat i kanë mathë, sa atës ka mathë qarapa heqë për estetik. Kur ka zbëjt qëriati. Kanë përdur meste për me hecë. Për me hecë me to. Kam përdor meste për me hecë. Edhe ujtë me se dëpërtu në to. Për ndryshe dëpërtu ju e lak, atë lak e krejt kama. Së dhe që tjetë, ajo është ka mund të themi ne dhe se cili, e ka mendimin e vetë edhe përgjigjet për vetë e vetë. Edhe thëtë më vazhdim, wala gjuzë meshu ala l'amamëtih, dhe nuk lejohet edhe një mes shallës, tash meseli tjetër. Shalla, që shalla rëgovës, rëgovaza, për mahramat që kanë pas pleshtë të tonë, edhe rapët e kanë pas shallat. A lejohet edhe një mes shallës. Këthët, dhe nuk lejohet dhe një mes shallës. E që me këtë mendim janë edhe Malikit, o pas Hanefive, Malikit edhe Shafit. Ndërsa, Imam Ahmedin mendimin e tina me të njohur, medheb, e që është edhe dhahirive, thëtë se lejohet edhe një mes të shallës. Po ashtu, ka thonë Vëzaju, Thauriu dhe disa ulemat të tjerë. Por të shumica ulemave të tri mëdhëbet nuk lejohet dhe një mes shallës.
do të më prek flakt. Tash fjala, kur të mersh abdest, shallën e ke dhe jep, e shallë, këto pjesën e përparme të kokës e lak përmi shallë, me dorë jep me shallës edhe nuk ka nevoj me shtim rana në kokë, në flak. Kjo është meselja. Tani kjo është meselja gatu për argumentit se të kanë sjellur ata, ku nuk mund të sjellim me ne këtë shkak kohës, sepse Hanefit e komentojnë hadithin, pejgamberi ka dhënë me shallës, a me ka dhënë me edhe flakëve bashkë i ka prek. Thojnë. Andaj nëse ka shallë, për shembull, që shallën nal dhe prek shallën edhe flak një pjesë, në rregull. Por këto është mesela nëse veç flakëve, vetëm shallës i jep mes, dhe flakëve jo, këtu tri mëdhëbe thonë nuk bën. Wal qalan sawati edhe kapuçet. Se më vonë kanë dalë kapuçet, kapelat. Tash kjo është shekullin e 5, kur ka thonë këtë libër ka shënuar. Dhe disa shekull më vonë kanë dalë se kapuça. Pra, a bën me dha mes kapuçet? Jo. Dhe ky pa thotë dhe nuk bën me dha mes kapuçet, e që kështu thonë edhe 4 imamat. Nuk bën me dha mes kapuçet. Ani pse Imam Ahmedi në transmetim tij na thotë bën, po ashtu Ibn Hazmi. Por në njohur fetahet e 4 mëdhëbet kapuçet apo kapeles nuk bën me dhanë mes. Wal burqu wal qufazain. Po ashtu nuk bën me dhanë mes niqabet, femnat gratë që mbledh fytyrën, as dorëzave të cilat i vënan. Pra, qysh me dhanë mes? Po nuk do me shplu fytyrën ai zoja, ai motra, dhe atë pjapin mes, ben se me la syt. Apo ka dorëza, pjapin mes dorëzave, duarve, mi dorëza, ben se me la duart. Kjo nuk bën, thot kjo autori, dhe në fakt Imam Nevaviu ka thonë të gjithë ulemaja kanë ranu i di konsensus se nuk lejohet dhënia mes mbi dorëza dhe as mbi niqab apo ferigje e cila është sipër fytyrës. O e gjuzu l-meshu ala l-gjebair. Vazhdim, cek një tem tjetër, lejohet dhënia mes l-gjebair është fasha e lidhur në dorë, në kam, në kry, pra ndodh njeriu e thën dorën. Këtë gjebair, me këtë në aspektin gjësor i bie, kur e thën dikush dorën, me marrë do shtaga, do shkëpit vogël me qitë, e pastaj me lidh që me maj dorën drejt. Në kohë të sotët përdoret fasha, përdoret gipsi, përdoren do plastikat e që të kanë herë dikush të me maj dorën mes me lëviz ose ku ta diune, shumë sene se të përdoren. E rëndësishme është se në hjek ato, ose me hjek e ktheve dorën kokon më herët, e ktheve dorën se pozicionën më hershëm dhe të më të shëndetin, të më lapet me shku të mjeshtri, ose të mjeko. Shka ne e punë është? Tash, qka me bo? Pra, mestet kanë poshtë. Për në alpë të rëgaj. Po mirë nëse ndodhë diçka ku mund të thënë dorën, a kamëra që shenë sot njerëzit që ndodhen, qka dhe për në alpë të kabdesti. Jap mest. O i gjuzul mes halil gjebairi o i nsheddeha ala gajri vudu, edhe nëse e shtrëngan ata pa abdest. Për dire sa për meste, do të me pas abdest. Tani me mathë, ndërsa të lidhja fashës, njeriu ose djega prej na thënë këta diune, s'ka abdest, a si birmena ka s'ka abdest, dhe në gjithë gipsin, për shembull dorë, s'ka dërë që është pa abdest, kësë nuk ka s'ko mestet, tash i jep mest, dhe dorë të lakë këtu. Tjerat pjesë i lanë, këte jep mest. Edhe kaq, e njëjta gjash ka një herë në ftyrë, kur në këta që bëhen sinus operacion, dhe shumë herë pyesin, kam bë operacion sinus, nuk gëzon me prej ftyrën, ka të lidhë me fash krejt, ose janë dalën një ko rëpëcisht, ka dhimë të madhe. Kë jep fashës, përmi, atë sa ka mundësi me dorë të lakë, dërsa pjesë të tjera i lanë. Kjo është për qëllim. O in sakatat min gajri bur'in, lem jabtullu meshu. O in sakatat an bur'in, batal el mes. Por nëse kjo fashe që ke lidhet bjen vetë vetiju, thot nëse bjen kjo, të kia abdes, bjen. Thot nëse bjen
dhe nuk është shëru dora, nuk prishet, o ka për lidhë dhe vazhdan. Po nëse bjen dhe është shëru dora, pra nuk ka nevojë me lidhë prapë ma për apo kamen, atëre prishet mesti dhe nëse nxet, dohet me la dorën pa çare, sepse është shëruar. Kjo është ajo që mund të themi në pika shkurtëra për çështjen e mesteve, vallahu e din më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.